Se keni ardhur. Si e thanas? Ç'ke vizë? Papi mos më ke sjellë gjë? Papi, s'ka parë. Fillojmë analizën që përcaktuam pas analizave në rrethe. Mbledhjen e kemi konceptuar me pjesëmarrjen e anëtarëve të Komitetit Drejtues, kryetarëve të rretheve, të grupit të deputetëve dhe të përfaqësuesve të kryesisë së forumit rinor eurosocialiste. Që të jemi racional me që një analizë paraprake diçka u bë. Ne gjykuam dhe në kryesi sërish me shumë përgjegjësi. Do të flas unë në emër të kryesisë. Pastaj shokët që kërkojnë fjalën të japin emrin në sekretari që të vëmë rregull për probleme kapitale të bijem në kokë, jo më gjatë se 5 minuta. Mbetemi dakord kështu? Me që më latë vetë Ali, vetë ka di, po marrë fjallin atër. Tashmë për fakt që rezultatet e 22 marsit të zgjedhjeve shtruan nevojën e analizave të thelluara, një reflektimi shumë serioz nga ana e gjithë partisë, proces që tashmë ka filluar në të gjitha hallkat përbërëse të saj, nga qendra deri në qelizën më të vogël. Kjo është një analizë politike me rëndësi të veçantë për sot dhe sidomos për të ardhmen e partisë. Sepse synojmë që të na jap nxitje dhe të na ndihmojë që të kuptojmë thellë dobësitë dhe të metat tona, të vlerësojmë drejt faktorët objektiv dhe subjektiv të humbjes që pësuam, si dhe të përcaktojmë sakt se ç'duhet bërë bashkërisht. Zgjedhjet e 22 marsit ishin një provë e parë serioze për gjithë partinë tonë të re, tashmë në konkurim të hapur elektoral në kushtet e pluralizmit me forcat tjera. Rezultati mediokër që u arrit ka shtruar nevojën e një shkundjeje të thellë, të një ristrukturimi të gjithanshëm të partisë, të mendësive dhe të metodave të punës së saj. Sidomos në lidhjen me njerëzit dhe mbi të gjitha për të përcaktuar tashmë qartë dhe saktë strategjinë dhe taktikat e partisë në situatën e re politike të krijuar në vend me kalimin ton si forcë opozitare dhe partia e dytë parlamentare. Në rrethanat e krijuara, kryesia mendon se detyra e parë dhe nga më të rëndësishmet është të mbrojmë partinë, që aktualisht ndodhet në goditje si nga brenda saj, ashtu dhe nga jashtë. Nga brenda janë disa faktorë që po ndeshen, siç ka dalë nga analizat, ka dëshpërim tek njerëzit, ka çorientim, ka mungesë besimi dhe perspektive për të ardhmen e kësaj force politike në spektrin pluralist dhe parlamentar të vendit. Kjo reflektohet në organizata të tëra apo në anëtarë dhe simpatizantë veçantë. Në këto momente ndeshen dy tendenca. Ka një kategori shokësh që janë të gatshëm të tërhiqen për motive se asnjëherë s'janë angazhuar tërësisht, ose sepse me gjithë përkushtimin e madh që kanë treguar, ndjehen të zhgënjur nga efikasiteti i mbështetjes nga strukturat e partisë. Ka dhe një kategori tjetër shokësh që në këto situata duan të marrin flamurin
e rinovimit, e ristrukturimit dhe të bëjnë karrierë në parti apo në përfaqësimin parlamentar të saj. Mendoj se duhet të ruhemi të dyja ekstremeve si forca centrifugale që dobësojnë unitetin dhe efikasitetin e vrimtarisë së partisë. Nga jashtë kemi goditjen e forcave opozitare me ne, të cilat objektiv kryesor kanë likuidimin organizativ dhe politik të Partisë Socialiste. Ka ndodhur edhe në vende të tjera dhe në analizën më e pashme që bëm profesor Serveti, por dhe Shtypi ka dhënë kontribut në vetë këto ditë. E gjykoj situatën e vërtetuar në zgjedhjet tona në përputhje me prirjet që kanë vepruar tashmë prej më shumë se një viti në përgjithësi në vendet e Evropës lindore, me ndonjë përjashtim për Rumaninë, por dhe Rumania është në këtë proces, ku ka një tendencë të kalimit nga e djatha, ka rënje të peshës elektorale të partive të majta socialiste apo socialdemokrate dhe rritje të peshës elektorale të partive të djatha, siç po ndodh me Le Penin në Francë, me neonazistët në Gjermani, me forca të tjera raciste në vende tashmë të zhvilluara të Europës. Kështu që ky presion është prezent dhe tek ne, po të marrim rastin bullgar, pas kalimit të Partisë Socialiste në forcë të dytë parlamentare dhe opozitare, fillimi i jetës së re parlamentare u çfaq me nuanca dialogu. Më pas filloi një sulm i ashpër deri në pretendime apo në krijime kazusesh për ta nxjerrë jashtë ligjit si forcë politike. Ne duhet jemi dhe jemi të kujdesshëm dhe serioz për të luajtur rolin e një opozite konstruktive në parlament. Ju pat dhe çeljen e punimeve dje që dëshmonte për angazhim edhe nga forcat e reja të shumicës për bashkëpunim. Megjithatë, lufta politike për çështje kapitale, siç janë ato të qëndrimeve legjislative që do të mbahen, qoftë për institucionet e reja që nga presidenti e drejtë lokale apo zgjedhjet e bazës, organet lokale dhe zgjedhjet e tyre, deri tek zgjedhjet e reja legjislative në kushtetutë dhe më tej, nuk është ndezur akoma. Kështu që duhet përgatitemi mirë për të përballuar këtë luftë, duke afishuar sakt alternativa zgjidhjesh shumë serioze që të kenë epërsi ndaj atyre që paraqet Partia Demokratike apo opozita tashmë në majorancë në përgjithësi. Prandaj na kërkohet që pa panik, pa krijuar tensione artificiale, me realizëm, me objektivitet, me sa më shumë argumente, të zbulojmë dhe adresojmë qartë përgjegjësitë e hallkave dhe të njerëzve të partisë sonë. Dhe në këtë rrugë të përcaktojmë detyra të qarta dhe konkrete deri në bazë që ta forcojmë partinë dhe peshën e saj në jetën politike të vendit. Këto analiza nuk janë qëllim në vetvete. Prandaj nuk ka pse të kthehen në fushata grindjesh apo përçarje të radhëve të partisë. Synimi është pra të kompaktsojmë pikpamjet, qëndrimet, forcat që të gjithë vrimtaritë të re strategjike dhe taktike ta përballojmë me sa më shumë efikasitet dhe me cilësi sa më të lartë. Së pari, nuk duhet injoruar fakti që këto zgjedhje ishin testimi i parë i punës sonë, pra testimi i parë elektoral i Partisë Socialiste, të krijuar dhe në rrugën e formësimit e të konsolidimit prej vetëm 9 muajsh.
Shkaqet e humbjes dhe të rezultatit mediokër për përsërisë në zgjedhjet e 22 marsit janë komplekse, të karakterit objektiv dhe subjektiv. Sepse ne u futëm me ose pa dashje, edhe Shqipëria nuk mund bënte, nuk ishte e përgatitur dhe u tërhoq në proceset e zhvillimeve të Evropës lindore, të cilat patën një finale, fitimin e zgjedhjeve nga opozita. Tek ne propaganda e opozitës ishte shumë e ashpër, e shoqëruar me presione psikologjike dhe terror fizik. Njerëzit tanë janë të papërgatitur, përgjithsisht të ndershëm dhe nuk din t'i thonë plaç atij që përdor të njëjtat mënyra, nuk din të bëhen rrugaç përballë rrugaçërisë që kërkon të marrë me çdo kusht pushtetin. Bota gjithnjë ka pasur dhe ka preferencë për këto lloj opozitash që marrin ngjyra antikomuniste. Përjedhoi propaganda e tyre ishte e ashpër edhe në kuadrin ndërkombëtar rreth Shqipërisë dhe rreth Partisë Socialiste. Me gjithë përpjekjet e bëra, me gjithë rezultate të dukshme të arritura në pak kohë në vendosjen e kontakteve që mund të quhen se janë në rrugë normale zhvillimi me disa parti kryesore të smajtës europiane, sidomos me italianët dhe me grekët, por dhe me austriakët, hungarezët. Dhe diçka më sporadike me parlamentarë të partive të tjera, gjermane, franceze apo ndonjë tjetër, deri në Izrael. Përsëri, kjo e majtë nuk arriti të na mbështesë. Realisht, nuk na besoi plotësisht, në një kohë që Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështeten me të gjitha mënyrat opozitën tonë. Është fakt tani më, por është për të ardhur keq që askush prej jush dhe prej nesh nuk është i përgatitur dhe nuk ka punuar për të grumbulluar provat e nevojshme të administrueshme nga pikpamja ligjore, se manipulimet kanë ushtruar rol të madh në rezultatin e zgjedhjeve, në thellësinë e humbjes, sepse të gjithë me shqetësim të ndershëm, qytetar, socialist, moral, ngren, padrejtësi, shtrëmbrime, manipulimet mirëfillta të bëra këtu apo atje, asnjë shënim nuk kanë vënë as përfaqësues të atij që i ngre, as ndokush tjetër në procese verbalet ligjore të komisioneve apo qendrave të votimit për kacë. Lufta politike nuk është më as në parlament, as jashtë tij, thjesht një luftë fjalësh. Prandaj inercia, mungesa e përvojës, shkujdesjet ose lëkundjet e njerëzve tanë, që nuk arritën as siguronin regjistrimin e plot të zgjedhësve përgjithsisht tanët në listat e votimit, deri në qëndrime ekstreme që përfaqësuesit e ngarkuar zyrtarisht pranuan të ishin antarë të komisioneve apo vëzhgues, kanë patur në mënyrë të padiskutueshme rolin e tyre, të paktën në përgjysmimin e elektoratit që realisht duhet votonte për Partinë Socialiste. Dhe ne këto vlerësime kishim kur theksonim se elektorati ishte përgjithsisht i ndarë në dy kampe pak a shumë barabarta, por varesh se kush do të thithë të lëkundurit dhe kush do të jepte kurajo njerëzve të çonin në kutinë e votimit vullnetin e tyre të paprekur. Pra, në këto kushte ka rëndësi të përcaktojmë drejt shkaqet kryesore të dobësive që vërejnë në punën tonë si parti, në drejtimet bazë vërejtarisë saj. Për partinë tonë të formuar për një pak se një viti, vijeshin dy detyra tepër urgjente për të përballuar. Së pari përcaktimi dhe argumentimi teorik i fizionomisë saj, si parti e re,
Dhe së dyti, përgatitja për të hyrë sa më parë me dinjitet në luftë politike për pushtet në kuadrin e demokracisë pluraliste. Në drejtimin e parë, nuk u bë pak punë për të hartuar dhe përpunuar 2 programe të bazë. Atë themelorin dhe programi social të partisë, që organizuan dhe u realizuan në bashkëpunim me mjaft specialistë, qoftë sektorëve të aparatit, qoftë të fushave të ndryshme jashtë rrogtarëve, gjë që në tërësi përfundoi në kohë dhe me cilësi. Diskutimi masiv në bazë dhe miratimi këtyre dokumenteve në dritën e konferencës kombëtare, pra për shkuar në konferencën kombëtare në nëntor 91 dhe materialet që ushtruan të, dhanë një ndihmes për të përcaktuar më mirë tiparet e partisë dhe përgjithsisht në armatosën për fushatën elektorale, që realisht kishte nisur që në atë kohë. Faza e dytë, propagandimi i këtyre materialeve, që njerëzit tanë apo opinioni publik në tërësi njihe realisht me to, nuk mund thuhet se u bë me frytshmëri. U shkua vërtet në bazë për këtë qëllim, por metodat e përdorura përgjithsisht ishin jo efektive, të vjetruara. U bë një punë e kufizuar, mund të cilësohet me një varg artikuj teorik, apo me dhënie shpjegimesh për pyetje pa qartësi, diçka që ishte më intensive në kontakte me njerëzit, të ngritura në për auditor të ndryshëm, por edhe kjo në rezultante del e pamjaftueshme që tek antarët dhe simpatizantët e partisë të krijojë bindje e konsoliduar për programin dhe fizionominë e re të saj dhe të vërtetë. Nga pikpamja organizative u veprua gabim që komisionet e ngritura për hartimin dhe përpunimin e këtyre materialeve të partisë nuk u angazhuan, nuk i kërkuan ndihma dhe përjedhim nuk u përdor kontributi i tyre në masën e dur për të bërë njohjen e masës së gjerë njerëzve me to. Me pak përjashtime munguan dhe zbërthime konkrete për objektivat kryesore në të cilat ishim angazhuar dhe duhet luftonte Partia Socialiste gjatë fushatës elektorale. Një aspekt tjetër ka të bëjë me organizimin e fushatës, i cili për zgjedhjet e 22 marsit i mirëfillt si organizim elektoral filloi me vonesë. Madje me shumë vonesë në raport me Partinë Demokratike që e kishte nisur me kohë. Platforma elektorale e partisë u përpunua mirë dhe objektivat politike, ekonomike, sociale të saj u përcaktuan drejt dhe saktë. Por për dobësi organizative nuk u arrit që ajo të ishte e disponueshme si material dhe të shpërndahet për të qenë e pranishme në të gjitha halkat. Në këtë mënyrë platforma ose nuk u njoh, ose u njoh e copëzuar përmes shtypjeve dhe takimeve që zhvilluan kandidatët me zgjedhësit. Në atë mas që na lejuan mundësitë, u përgatit dhe u shpërnda një material i vlefshëm shpjegues për të përdorur gjatë fushatës nga kandidatët dhe aktivistët e partisë. Domethënë, ky ishte një variant i shkurtuar i platformës. Gjithashtu në dispozicion të deputetëve u vënë materiale ndihmëse ku evidentoheshin përparësitë kryesore të programit të Partisë Socialiste ndaj atij të Partisë Demokratike, kontradiktat me të dhe çështjet kryesore ku duhet goditur elektorati. Por kontaktet e kufizuara me fshatin, që gjatë fushatës u evidentua si një nga mangësitë kryesore të punës dhe të shtrirjes partisë në bazë. Mos shpërndarja e shtypit në të gjitha rrethet e fshatrat dhe mos angazhimi që vazhdon i aktivistëve, i të zgjedhurve, i rrogtarëve të partisë për këtë qëllim, koha disi e kufizuar që mbeti për kandidatët, për kontakte me njerëzit, kanë ndikim të padiskutueshëm në njohjen dhe përvetësimin e objektivave të programit elektoral të partisë dhe si pasojë dhe në përfundimin mediokër të zgjedhjeve. Për këto të meta dhe dobësi mbajnë përgjegjësi gjithë kryesive e partisë, që nga unë, veçanërisht shoku Servet, që drejton këtë sektor të punës partisë, shoku Gramoz për anën organizative e tjerë.
Si u zhvillua propaganda e partisë gjatë zgjedhjeve nga qendra deri në bazë? Për ndihmuar partinë për organizimin më të mirë të punës elektorale, agitative, propagandistike, u bën takime të posaçme me drejtuesit e partisë, edhe me kandidatët për deputet. U dërguan dhe udhëzime, jo të tipit vjetër, por shumë detajuara, me orientime deri në hollësi. Por puna në rreth e çaloi mjaft. Thuaj se të gjithë kandidatët tanë në takimet me njerëzit morën prej tyre, për njerëzve të thjesht të bazës së partisë, vërejtjen se nuk i njihnin drejtuesit e partisë në rrethe. Se deri atëherë pak prej tyre kishin shkuar të bisedonin me ta. Madje në shumë rrethe, kandidatët i thuhesh hapur, në do të të mlidhen dhe të kesh një farë suksesi, mos merr asnjë nga drejtuesit e partisë me vete. Në shumë rrethe nuk funksiononin, as funksionuan ndonjëherë grupet politiko-juridike, as grupi i organizimit dhe informacionit, as në grupi i lektorëve, as ai i veteranëve, për cilat eram dakord bashkërisht që do të ishin lidhje, forma komunikimi me njerëzit dhe të afishimit, të programit dhe të alternativave tona. Ja pra dëshmi të tjera se shumë nga shokët tanë në rrethe nuk i zbatojnë ato që u kërkojnë dhe apo u shkruhen. Se ka zyrtarizëm apo tashmë dhe klubizëm. Partia do të organizohet edhe me klube, si një nga format e tërheqjes së organizuar të antarëve dhe simpatizantëve të saj. Por me sa duket ne jemi akoma shumë terjaqi sa punën e klubeve ta konceptojmë si bërtham që mbledh në mënyrë të organizuar njerëzit dhe presim në mënyrë spontane që në klube të vi kushdo. Rrjedhimisht ka pasur humbje kohë e kot, liberalizëm dhe burokratizëm në marrëdhëniet me njerëzit. Sa më pak mund ta kërkosh këtë për aktivizimin në shumë rrethe të antarëve të komiteteve drejtues, që shpesh mjaftohen të vinë bile edhe në mënyrë krejt pa rregullt në mbledhje, të hedhin vërejtje apo sugjerime dhe të mos marrin asnjë angazhim, megjithëse ngarkohen për të realizuar detyra konkrete si të zgjedhur. Ne dërguam si komitet drejtues i gjithë partisë, si kryesi, mjaft lektor në shumë rrethe. Kjo mund të bëj edhe më gjerë, por shumica e rretheve nuk përgatiten as dhe një fletë volante, ku trajtoheshin probleme specifike të tyre, për të zbritur në terrenin konkret të vështirësive që kishte elektorati në qytet, në fshat, në zonat larta apo fushore. Përgjegjësia jonë qëndron se nuk ushtruam as edhe një kontroll për të parë se si zhvillohej puna propagandistike e partisë, si funksiononte në bazë gjithë mekanizmi elektoral i ngritur, psikologjik i shkrijuar tek njerëzit, ndërkohë që edhe strukturat e informimit reciprok të ngritura në funksion të partisë dhe ato të veçanta në funksion të fushatës elektorale nuk kanë funksionuar si duhet. Propaganda vizuale përgjithsisht u konceptua dhe u përgatit jo keq me parrullat dhe afishet elektorale. Këto u shpërndan në gjitha rrethet dhe megjithatë edhe për to nuk u arrit të bëj sigurisht. Kishte edhe klim tensionesh dhe agresionesh reciproke ndaj afisheve, por fakti që nuk janë konsumuar tëra tregon edhe mos vlerësimin apo mos njohjen e këtij elementi të fushatës elektorale që tashmë do të na shoqërojë tërë jetën. Përgjithsisht propaganda gojore u zhvillua mirë. U bën mjaft takime të antarëve të komitetit drejtues të kryesisë me antarë simpatizant kudo në rrethe. Veç shokëve të kryesisë e ekzekutive të partisë, në këto takime u aktivizuan mjaft shokë të komitetit drejtues, si dhe shokë që punojnë në aparatin e komitetit drejtues. Takimet apo mitingjet e organizuara në përgjithësi u zhvilluan mirë. Në Tiranë, në Durrës, në Korçë, në Dibër, në Kukës, në Shkodër e tjerë, me përjashtim të takimeve tashmë të njohura të Tropojës, të Lushnjës, Kuçovës dhe në një masë më të vogël të Elbasanit, të planifikuara për të zhvilluar unë, por
përgjithsisht të dështuara për dobësitë theksuara organizative të shokëve drejtues të komiteteve të partisë në rreth. Kështu ndodhi edhe me 2 takime të shokut Spiro në Libohov dhe në Fusharës, apo me takim të shokëve të tjerë në Memaliej, gjë që dëshmon për mos vlerësimin me seriozitetin e duhur në bazë të atyre piketave që kishim përcaktuar bashk, se si duhet të përgjigjeshim rrugaqërive ekstreme të opozitës me rrugaqe tanë të ndershëm. Në këto të fundit, pra në këto takime, u shfaqin hapur dobësitë që theksova, që në fundit janë dobësitë theksuara organizative të partisë. Për sa i përket propagandës në shtyp, duhet vënë dukje se kolektivi i gazetave, Zëri i Popullit, 24 orë dhe në një tjetër që filloi të dalë, por me vonesë, me kushtet që kishim, punuan përgjithësi mirë. Prandaj duhem vlerësuar përpjekjet e shokëve Përparim Xhixha, Pavlo Gjidede, të Thomajt, të Luanit, e ndonjë tjetri, po të dy të parëve veçanërisht për sigurimin e 50 tonëve letër në formë ndihme që bën të mundur daljen rregullisht gazetës dhe ndihmë për të tjerët. Gazeta Zëri i Popullit në të vërtetë mbajti ngritur opinionin publik për objektivat e partisë dhe qëndrimet konkrete të saj. Megjithatë, shtypi anoi më shumë në sulme personale kundër opozitës sesa në propagandimin e vlerave të programit të partisë. Ky raport mund të kishte qenë më i frytshëm dhe më i studiuar. Ju kushtua më shumë vend distancimit nga e kaluara sesa afishimit të Partisë Socialiste si parti e re. Kjo reflekton qëndrimin e përgjithshëm në mbrojtje të partisë në raport me sulmet e egra të opozitës, kur në konferencën e parë kombëtare përcaktuam objektivin strategjik që me të kaluarën u morëm dhe dimensionuam në masën përkatëse dhe duhet hidheshim në një sulm konstruktiv për nga e ardhmja. Veçanërisht, dobësia kryesore e shtypit, por e gjithë partisë, është mos shpërndarja e tij në rrethe. Mos vajtja pothuajse fare në fshatra, ku ishte edhe shumica e elektoratit. Komiteti drejtuese të partisë në rrethe, as për gazetën Zëri i Popullit, nuk arritën të marrin masa të organizojnë si duhet detyrë të rëndësishme. Kjo ndodhte në kushtet kur radio televizioni kaloi plotësisht në pozitat njëanshme për opozitën. Megjithatë, me punën e partisë këtu në qendër, me grupet e posaçme që u ngritëm, propaganda për aq pjesë sa na u la jonë në radio dhe televizion u zhvillua mirë dhe me nivel, me gjuhë të komunikueshme dhe në mënyrë të pandërprerë. Kështu u arrit pasqyroheshin edhe objektivat të partisë, edhe qëndrime konkrete të saj, edhe aktiviteti dhe jeta që po zhvillonin. Grupi i punës pranë komitetit drejtues hasin vështirësi të mëdha, sepse komitetet drejtuese sërish në rrethe thuajse kanë harruar të informojnë ose bëjnë jetë tepër të vakët sa s'kan nuk thonë. Prandaj duhet theksuar se veçanërisht si rezultati i punës së dobët të kryesisë partisë nuk u arrit që në forma të ndryshme ligjore dhe sidomos përmes antarëve të propozuar nga partia jonë në Këshillin Drejtues të Radio Televizionit të respektojë statusi i tij i paanshëm. Për këtë përgjegjësi drejt për drejt, sipas analizës në kryesi, mbajnë shokët Spiro Dede, Namik Dokle dhe veçanërisht Mehmet Loci. Në rezultatet që arritëm zgjedhjet e 22 marsit, ndikoi fuqishëm, tashmë është fakt i njohur, psikologjia t'i provojmë një herë ata. Juve ju provuan për 47 vjet. Ky faktor psikologjik, vërtet decisiv në fitoren e Partisë Demokratike, flet qartë për mangësi të thella, si në propagandën tonë, ashtu dhe në drejtime tjera të afishimit dhe të kontakteve të partisë me elektoratin. Flet për punën e dobët të bërë për të prezantuar tek njerëzit fizionomin reale të Partisë Socialiste. Për pasojë te kontingjentet të gjëra njerëzish ka mbetur ende i pandryshuar vizioni që krijoi propaganda e opozitës se Partia Socialiste është vazhduese e Partisë Punës. Ende, si brenda vendit ashtu dhe jashtë,
ne nuk po shihemi si socialistë vërtet, si partia e smajtës europiane. Këtu është një fushë gjerë pune në të ardhmen. Jo qëllim vetvete, por në funksion të objektivave të përtritjes, të konsolidimit dhe të afishimit politik, parlamentar dhe elektoral të partisë. Gjithashtu, mosbesimi për t'i dhënë votat Partisë Socialiste u krijua edhe nga mungesa e një strategjie dhe taktike të përpunuar mirë për zgjidhje me të vërtet efektive të problemeve që kanë njerëzit në situatat komplekse dhe pa krahasueshme të krijuara në vend. Duke u tërhequr herë për tolerancë e herë për arsye të tjera, duke mos gjetur një zgjidhje efektive kur Partia Demokratike u largua nga qeveria e stabilitetit e tjerë, partia dhe grupi ynë parlamentar i lanë rrugë krijimit mendimit se në Shqipëri bëhet si çdo partia demokratike. Se socialistët janë të frikshëm dhe nuk drejtojnë dot. E tjerë. Janë reflekse të psikologjisë popullore, që nuk pret të bëjë analiza të thelluara për këtë apo atë veprim, ç'avantazhe apo dizavantazhe pati ky apo ai qendrim, por merr pamjen dhe rezultatet. Jo rastisht pyetjet më kryesore që u bën takimet me popullit ishin: a është në gjendje Partia Socialiste të mbajë pushtetin? A do të ndihmojë juve bota dhe Evropa? Pse e lëshua televizionin? E tjerë. Njerëzit pra patën zhgënjim nga një veprimtari e tërë dhe nuk arritën të kuptojnë, sepse as nuk u shpjegua gjëra gjatë, disa qëndrime të matura të partisë, të cilat quan në këto rezultate. Prandaj, të gjitha këto e forcuan psikologjinë t'i provojmë një herë për dënë dhe të tjerët. Me vonesë dhe pa argumente bindëse u reagua edhe ndaj opinionit parapur se udhëheqja e Partisë Socialiste është e mendimit që të mos i fitojë zgjedhjet. Në fakt u bën përpjekje të pakta dhe spontane për të ndërtuar një taktik më të drejtë që të zbuste sulmet e ashpra të opozitës. Por, siç e theksova, partia mbeti në më të shumtën e kohës në mbrojtje, edhe për faktin se u morëm më shumë me veten tonë. Ky është dhe një aspekt tjetër i mungesës përgatitjes dhe përvojës, sepse në këto pozita na detyruan të futemi të tjerët. Pra u morëm më shumë me distancimin nga e kaluara dhe nuk u hodhëm dot në sulm, siç u vu detyra në konferencën e parë kombëtare. Këto janë dobësitë e kryesisë dhe të mijat si kryetari i saj. Për dobësinë fushën e propagandës partisë mbajnë përgjegjësi të gjithë shokët e kryesisë dhe në radhë parë shoku Spiro Dedi. Si funksionoi partia në gjitha hallkat e saj për zhvillimin e fushatës elektorale? Edhe ky aspekt nuk ishte në nivelin që kërkonte lufta politike e ndezur. Konkretisht, organizatat bazë partisë thuajse nuk funksionuan, nuk u mlodhën, nuk diskutuan, nuk debatuan, nuk shprehen mendime. Testimi i partisë nuk është bërë me cilësi dhe as në kohën e dur. Komitetet drejtuese kanë funksionuar kryesisht mes punës së kryetarit, nënkryetarëve dhe atij aparati tepër të vogël që ekziston dhe ka munguar përkushtimi në punën e tyre, në rrethe të zgjedhurve, sepse kjo matet me angazhime real të shokëve. Mjaft shokët komitetet drejtuese në rrethe gradualisht u izoluan nga masa dhe elektorati. Nuk u arrit që komitetet drejtuese të ishin ato që do të udhëhiqnin fushatën në çdo fazë dhe hap të saj. Pati shumë pritmëri nga qendra, madje edhe për të bërë takime zbërthime të programit të partisë. Komitetet drejtuese nuk u kthyen dot në qendra të gumzhinin nga hyrjet dhe daljet e anëtarëve dhe simpatizantëve të Partisë Socialiste. Nga vajtja e shokëve të komitetit drejtues dhe të udhëheqjes partisë në rrethe, u konstatua si për shembull në Korçë, Vlorë, Fier, në fshatin e Tiranës, në Kukës, në Kavaj e tjerë, se shokët kryesorë të drejtues të tyre nuk kishin shkelur as fshatrat e afërta të rrethit të tyre, e jo më larg. Kjo ndodh dhe për faktin se shumicën e rretheve nuk është punuar për rinovimin e komiteteve drejtuese, për tërheqjen e të njerëzve të rinj, aktiv, të papërlyer as me privilegje, as me mentalitetet kaluarës. Prandaj, brenda këtyre komiteteve
ka ende një gur të rënd që nuk i le të marrin startin me shpejtësinë e duhur. Të shkëputen nga pesha e skaluarës së Partisë Punës, që i detyron mjaft shok të mbyllen nëpër zyra apo nëpër shtëpi, duke humbur iniciativën, lidhjet e gjalla dhe besimin e njerëzve. Mangësi serioze nga qendra deri në bazë janë vërejtur në krijimin e lidhjeve të partisë me organizatat shoqërore, shoqatat dhe sindikatat e ndryshme që tashmë janë të pranishme kudo. Edhe krijimin e forumit eurosocialist të kësaj force të madhe ripërtëritëse, me iniciativën e tyre dhe me mbështetjen e udhëheqjes partisë, mjaft komitetet drejtuese në rrethe nuk po e vlerësojnë ende dhe ta përkrajnë siç duhet si një forcë e madhe që mund të realizojë konkretisht përtëritjen, shëndoshjen, konsolidimin dhe afishimin e ri të forcës politike që ka alternativa socialiste. Partia në bazë vazhdon të ecë me mendësitë e partisë shtet, duke u kapur pas metodave të vjetra burokratike të punës, duke humbur iniciativën, duke mbajtur syt nga pushteti, pa arritur të organizojë qoftë edhe punën për zbatimin e ligjit për zgjedhjet. Bile as procedurale nuk ishin gjendje të mblidheshin prej të ngarkuarve zyrtarisht si fshgus apo antar të komisioneve të Partisë Socialiste në këtë fushatë. Komiteti drejtues i Partisë Socialiste në përgjithësi u angazhua në organizimin e fushatës, në përpëlimin e programeve, në përcaktimin e qëndrimeve konkrete të partisë, por dhe në punën e tij pati mjaft mangësi. Vetëm një pjesë madje e vogël e këtij komiteti u arrit të angazhohet në të gjitha fazat e zhvillimit të fushatës. Kjo erdhi si pasojë jo vetëm e mangësive organizative, por dhe për shkak të qëndrimit inaktiv të mjaft shokëve të këtij komiteti, të sidomos ish antarëve të qeverisë stabilitetit, që u vunë në dispozicion të fushatës dhe të vetë partisë me vonesë, vetëm në prag të fushatës. Komiteti drejtues nuk punoi mirë as në përcaktimin e listës së kandidatëve për deputet në Kuvendin Popullor. Kjo u bë në një kohë të shkurtër, me shumë vështirësi, sepse edhe linja e qëmtimit të kandidaturave, e testimit të tyre nga poshtë funksionoi me shumë ngatësi dhe përpasoi komiteti drejtues dhe veçanërisht kryesia u detyrua të merrte vendime në një kohë shumë të ngushtë për të mos dalë jashtë afateve të ligjit elektoral. Ne siguruam një njohje të përgjithshme për kandidaturat e mundshme në një kohë që duhej me urgjencë të vendosnin për listën përfundimtare. Për këtë përgjegjësi drejt për drejt ka tërë kryesia, veçanërisht unë dhe Gramoz Ruçi. Vërejtaria e kryesisë së partisë ka lënë për të dëshiruar si organizëm më vete. Rrallë është zhvilluar mbledhja e kryesie me antarësi të plotë. Gradualisht puna e saj për motive të ndryshme, angazhime në parlament apo mos ardhje të shokëve antar të kryesisë, u zëvendësua nga puna korrente operative e kryesisë ekzekutive. Dhe më pas nga mbledhje të përditshme ku merrnin pjesë edhe antarët e komitetit drejtues. Pra nuk u arrit që kryesia e partisë të mlidhet për caktonte qartë pozicione strategjike dhe taktike të partisë, rrugëzgjidhje efikase për problemet që lindin veprimtarinë e saj. Këto mangësi në funksionimin e kryesisë nuk mund të mos reflektonin në orientimin e drejtë veprimtarisë së grupit parlamentar të partisë dhe të antarëve tanë në qeverinë e stabilitetit. Është një nga periudat ku puna e partisë ishte thuajse e mbytur. Pa mohuar kontributin e madh të grupit parlamentar, rolin aktiv të shokut namik. Duhet theksuar se pati mungesë realizimin në vazhdimsi dhe me efikasitet të punës koordinuese të udhëheqjes, pra të kryesisë partisë me këtë strukturë parlamentare qeveritare të saj, gjë që çoi në ndryshime apo në pozicione inkonsekuente të grupit parlamentar për çështjet që debatoheshin atje dhe kishin efekt
dhe krijuan efekte kontradiktore në elektoratin tonë. Përmendim tokën, të burgosurit politik, rendin, radio televizionin e tjerët. Të gjitha këto ndikuan jo pak në elektorat. I famshmi koncept i ngrirjes i çoi disa nga ministrat tanë qeveri edhe në ngrirjen e raporteve të tyre me partinë, deri në zbehje të luftës tyre të hapur për zbatimin e programit të partisë për reformën ekonomike. Sidoqoftë, këta shok janë tanët. Janë këtu, ishin fushat, janë të rikuperueshëm si çdo kusht tjetër që i dhimbset partia dhe ardhmja e njerëzve që ajo ka marrë përsipër të mbrojë. Për këtë kemi përgjegjësi ne si kryesi partie, si komitet drejtues, parlamentarët, antarët e partisë në qeveri dhe veçanërisht kryesia ekzekutive e partisë që mund të kishte marrë dhe masa për të hedhur në erë në mënyrë dobishme njërën apo tjetrën hallk të qeverisë, qoftë edhe me njerëzit tanë apo të pushtetit lokal që nuk i përgjigjeshin nevojave të përballimit të kësaj lufte politike. Duke analizuar rezultatet e 22 marsit, ne synojmë të bëjmë një punë që të na shërbejë si Parti Socialiste për të përmbushur misionin tonë si forcë me dinjitet politik, që kemi rol të padiskutueshëm në zhvillimin e jetës pluraliste dhe për të vendosur një demokraci të ekuilibruar dhe të pakthyeshme në Shqipëri. Për këtë arsye, mendojmë se është e domosdoshme që duke filluar që sot me një aksion të vërtet politik, organizativ dhe elektoral brenda 2 muajsh, duke synuar që kongresi i parë i partisë të mbahet brenda 6 muajorit rreth 1 vjetorit të themelimit të partisë, të nisim një proces të tërë për të rritje, konsolidimi organizativ, politik dhe të lidhjeve, strukturave të lidhjeve të partisë me njerëzit, me shoqatat, të konsolidojmë përfundimisht pozicionin dhe rolin shumë nxitës të forumit të rinisë, në përputhje me gjendjen, detyrët dhe shqetësimet konkrete të çdo zone. Të nxjerrim me përgjegjësi dhe urgjencë mësimet përkatëse, të bëjmë operacionet që duhen dhe të arrijmë kongresin e partisë me kapërcimin, me fenomene negative që përmenda të kapërcyera, duke ja lënë atij të saktësoj përfundimisht se si do të jenë strukturat drejtuese dhe të shtrirjes partisë në të ardhmen, si dhe të miratoj pozicionet strategjike e politike të luftës parlamentare në opozitë. Nga analiza e deri tanishme, që nuk duhet konsideruar përfundimtare, mendojmë se detyrat më të rëndësishme për sot dhe për këtë perspektivë afatshkurtër, e cila plekset edhe me fushatën e zgjedhjeve për organet e pushtetit lokal, duhet jenë. Në planin organizativ, kalimi ynë në opozit do të shoqërohet me siguri edhe me largime të atyre që e kanë mbajtur formalisht dokumentin në pritje të rezultatit të zgjedhjeve. Këta le të ikin. Kjo e bën mirë partisë. Por duhet bëjmë kujdes që kjo të mos ndodh me të tronditurit apo me të revoltuarit nga pasaktësia apo paaftësia e atyre që drejtojnë sot në të gjitha nivelet. Ta kuptojmë si të natyrshme deziluzionin që kanë kjo kategori njerëzish. Ti mbajmë pranë ata dhe mbi të gjitha ta angazhojmë në punë drejtuese, në punë militante të përkushtuar të partisë, pikërisht ata njerëz që pa u thënë kush, por zemra dhe ideali i tyre nuk lanë gjë pa bërë për të fituar sa më shumë vota gjatë fushatës, kur të zgjedhurit apo të paguarit qëndronin më njanë.
Pra forcat për të vazhduar luftën politike i kemi të mëdha. Objekti final i opozitës së sotme, prandaj nesh, është likuidimi, siç tham, organizativ dhe politik i Partisë Socialiste. Në një mënyrë ose në një tjetër, edhe pa qenë pushtet, ajo ka kërkuar dhe ka bërë presione të gjithanshme që partia jonë të largohet nga skena politike. Tani duhet ta përgatisim veten për të përballuar situata nga më të rëndat. Le të jemi të përgatitur për to. Që do të synojnë të neutralizojnë, të bllokojnë veprimtarinë tonë politike deri dhe me asfiksimin ekonomik të saj. E dyta, është e domosdoshme të forcojmë demokracinë në parti, si faktor të rëndësishëm që të dinamizohet jeta e brendshme dhe funksionimi organizativ i partisë. Liria e fjalës dhe mendimit, diskutimi dhe vlerësimi objektiv i punës dhe i përgjegjësisë konkrete të çdo njeriu dhe çdo hallke të partisë, kërkohet të shërbejë për të rritjes, pastrimit, forcimit të udhëheqjes partisë nga baza deri në qendër. Kjo frymë demokratike është e nevojshme dhe për të përcaktuar strategjinë dhe taktikat, metodat e reja të punës në pozicionin opozitar që kemi, gjë që ka peshë pa diskutueshme në gjithë jetën politike të vendit. Ne kemi bindjen se kjo punë do të jap me do e mos rezultatet, në qoftë se fryma e demokracisë në parti do të kuptohet dhe zbatohet e lidhur ngushtë me disiplinën e nevojshme. Demokracia pa disiplinën degeneron në anarki. Prandaj për ta ruajtur dhe forcuar partinë, dele domosdoshme të zbatohen normat dhe parimet që kemi fiksuar në statut dhe që pos na e mbushin mendjen, hajde t'i përsosim në rrugë sipër. Por në radh parti zbatojmë. Një organizatë që nuk mlidhet për muaj tër, ose një antar që nuk paguan kotizacionin, në vazhdimsi, realisht nuk janë dhe nuk mund të jenë organizant dhe antar të Partisë Socialiste. Madje, mos zbatimi i statutit është bërë normë dhe për detyrimet financiare, informative, organizative apo politike që kanë komitetet drejtuese të rretheve ndaj qendrës. Ç'bëhet me 10 deri 20% kotizacionit që duhet derdhet në arkën e partisë? Mos mendoni se janë kapitalet e ish byros politike që ushqehen kështu. Apo e kundërta, çfarë mendoni duke kërkuar vazhdimisht kur s'mblidhni kuotat dhe rrini mbyllur zyrave, subvencione nga qendra, se jemi ende partinë pushtet? A ka shanse, ka alternativa? Ka plot në qoftë se duan të punojmë. Aksione sporadike por të organizuara të çastit u bën me mjaft simpatizant dhe antar për të mbështetur gazetën në mbështetje të fushatës dhe u mblodhën qindra mijëra lekë, qoftë edhe për forumin në pak ditë. Ata që nuk din të lypin për partinë, le të më njanohen, sepse ka plot të tjerë që do t'i mësojnë se partia mbahet edhe me kontribut vullnetar. Pra secili duhet i bëj apel vetes për të kapërcyer sa më parë anomalitë tilla, duke u shkundur fort dhe me urgjencë aparatet e partisë, forume drejtuese në rrethe dhe këtu, me synimin të kemi dhe të intensifikojmë kontaktet e gjalla me njerëzit. Kjo, me do e mos, ka nevojë për operacione të thella, shëndoshjeje, për të rritje të shpejta, pa hezitim, në punë e sipër. Një aspekt i këtyre operacioneve është krijimi me urgjencë i organizatave të partisë në ato fshatra, ndërmarrje dhe institucione ku mungojnë, nuk ekzistojnë. Njerëzit janë, strukturat mungojnë. Këto organizata mund të formohen kryesisht me antar të futur rishtas në parti, pa neglizhuar antarët e mëparshëm, që për arsye që organizimi kanë qëndruar të palidhur gjikundi. Megjithëse janë shqetësuar për këtë
që organizim. Gjithashtu të filloj me njerë puna për të riorganizuar, duke i shpërbër dhe rikrijuar organizatat ekzistuese apo të reja në qendra pune, prodhimi, institucione apo shoqata privatesh në kushtet e reja. Në ndërmarrjet që nuk punojnë, nuk ka pse të kalojë 80% që dhe puna dhe funksionimi e organizatave të partisë. Për këto mund të mendohen dhe organizime alternative territoriale. Pa braktisur organizimin e qendrës ku mblidhen njerëzit. Një aspekt shumë i rëndësishëm është angazhimi serioz për t'i dhënë mbështetjen, për të marrë impulset e domosdoshme reciproke në raportet me forumin e rinisë eurosocialiste. Të ndihmojmë me gjitha rrugët dhe mjetet që bashkërisht me ta qelizat e këtij forumit shtrihen kudo, në fshatra, lagje, qytete, dhe të marrin peshë në jetën politike të zonave përkatëse. Eurosocialistët din t'i bëjnë të tjerët, t'i vlerësojnë. Po në radhë parë duhet t'i vlerësojmë ne dhe t'na bëjnë ne t'i vlerësojmë. Kjo është shumë e domosdoshme, sidomos për forumet drejtuese dhe aparatet e partisë në rrethe, sepse janë e ardhmja e sigurt e partisë, bartës dhe propagandus të progresit dhe të alternativës socializmit demokratik. Është urgjente të forcohen organet drejtuese të partisë në qendrat e mëdha punëtore, si në Bulqiz, Laç, Prenjas, Memaliej, Selenic e tjerë, dhe në qytete tjera, ku organizimi dhe funksionimi i partisë është lënë pas dore, si në Peqin, Rogozhin, Rubik, Shijak, Këlqyr dhe tjera si këto. Madje shëndoshje dhe operacione me përqendrim të veçantë kërkohen edhe në rrethet tëra. Po përmend Kavajën, Shkodrën, Korçën e tjera tjera. Gjë që duhet matur me gjallërimin e veprimtarisë konkrete të organizuar të partisë këto qendra. Tjetër operacion është tërheqja dhe futja në komitetet drejtuese të partisë në rrethe dhe në qendër të specialistëve dhe punonjësve që në këtë fushat elektorale përballuan me qartësi dhe kompetencë dhe njëkohësisht me guxime të trimëri, presionet dhe tensionet e shumta të forcave opozitare. Është tamam koha që ata të angazhohen dhe organizohen nga partia për të afirmuar si drejtues dhe njerëz të përkushtuar të mbrojtjes së programit dhe të Partisë Socialiste. Sepse kështu do të krijohet një kontingjent i organizuar me aftësitë që ka dhe aktiv i komiteteve drejtuese që do të dalin nga konferencat e ardhshme të partisë, që duhet bëjnë dhe do të bëjnë me siguri ndryshimet e nevojshme në udhëheqje. Së fundi, rikonceptimi i strukturës dhe organizimit të punës në aparatet e partisë. Thiqet dorë nga praktika e drejtimit punës me punonjës aparatesh. Të organizohet dhe drejtohet puna me të zgjedhurit në forume. Të shkurtohen aparatet nga qendra deri në bazë, që nuk mund të mbahen më dhe për mungesë fondesh. Parimi kryesor i mbajtjes tyre është vetë financimi me burime të brendshme. Ky është një aksion i madh, frontal, për gjitha këto drejtime që përmenda, 2 mujor që do të na çojë, dhe ky është objektivi, krejt të përtërir në kongresin e parë në muajin qershor. Në planin politik, si forcë e dytë në parlament, Partia Socialiste duhet kontribuojnë për përballimin e problemeve të mëdha dhe tepër të vështira, për thellimin dhe zhvillimin normal të proceseve demokratike në Shqipëri dhe të reformave përkatëse. Për ta luajtur vërtet këtë rol, mendojmë se duhet 1. Të përpunojmë dhe përcaktojmë pa humbur më kohë strategjinë dhe taktikat tona si parti parlamentare dhe parti e opozitës. Në themel është mbrojtja dhe zbërthimi në detaje
i objektivave të programit ton elektoral dhe politik, për të mbështetur zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit, për të konsoliduar institucionet demokratike, për vendosjen e shtetit ligjor, për goditje në rrugë ligjore të çdo veprimi që çon cënimin e interesave qoftë individit, qoftë atyre kombëtare, e tjerë. Për këtë është e domosdoshme të ndahet dhe të specializohet qartë krahu parlamentar i partisë nga krahu i drejtuesve të tjerë të punës së saj, duke bërë dhe përmirësimet e nevojshme në kryesinë e partisë, në komitetin drejtues deri në kongres, për të shërbyer dhe atij aksioni që do të përballojë partia nga qendra deri në bazë për këto 2 muaj. Fjala është për një ndarje që na bashkon, nuk na largon nga njëri tjetri. Antarë të kryesisë që tashmë kanë hyrë në parlament, biseduam edhe veçanë me grupin parlamentar, do të kenë objektiv primar të luftës dhe të angazhimit tyre partijak punën në parlament, ku nuk ka më detyra dhe pozicione komode, por ka angazhim 24 orë për të afishuar në momentin e dur një alternativë legislative, ekonomike, politike, etj., krejtësisht cilësore, krejtësisht menduar, jo debat edhe replika fjalësh. Dy, kërkohet përpunojnë taktika dhe metodat të punës të forumeve dhe të hallkave të partisë nga baza deri në qendër. Sidomos duke vlerësuar pozicionin e ri të organizmave të partisë në raport me organet lokale të pushtetit dhe të qeverisjes. Sot, në këto organe janë dhe njerëzit tanë. Ka pasur mendime që ti tërheqin. Tërheqja e tyre tani do të ishte shpallje zyrtare që Partia Socialiste kapitulon dhe largohet nga të gjitha strukturat e pushtetit, pra i vë vulën dhe humbjes në zgjedhjet lokale. Përkundrazi, ata njerëz siç janë, duhen mbajtur afër dhe duhen nxitur që të veprojnë për të ruajtur ekuilibrat e nevojshme dhe për të nxitur rifillimin e punës. Kush tërhiqet, atë ta tërheqim ne. Kush flirton në raport me përgjegjësinë dhe angazhimin për zgjidhjen e problemeve, atë ta tërheqim ne. Por një tërheqje masive do të ishte një tërheqje me pasoja politike. Kjo do të thotë që duke intensifikuar kontaktet me ta, angazhimin e tyre dhe duke afishuar njerëz të rinj të qëmtuar konkretisht në çdo fshat, në çdo zonë, me konceptin e reformës administrative të pushtetit lokal që do të bëhet. Të gjejmë njerëzit më me autoritet që do të kandidojnë për pushtetin lokal në të gjitha nivelet. Kjo është një punë që fillon që nesër. Njeriu më me autoritet të fshatit, të zonës e tjera, duhet ta kemi ne. E treta, të hyjmë kontakte për të gjetur pika bashkëpunimi me partitë që janë më afër nesh, brenda vendit, për nga objektivat programatike dhe veprimtaria politike konkrete. Është një detyrë e shtruar prej kohësh, por që në kushtet e pozicionimit apartipri të forcave të ndryshme të krijuara në vend kundër nesh, ka çaluar dhe përgjithsisht nuk është realizuar. Tani duhet jetë një drejtim i rëndësishëm i punës partisë nga qendra deri në bazë. Kontakte, aleanca, mirëkuptim, dialog vendoset në mënyrë të natyrshme në bazë, por mbi të gjitha institucionalizohet në marrëveshjet midis kryesive të partive. E katërta, puna
me një intensitet krejt të ri për të siguruar plotësinë e aleatëve të jashtëm Partisë Socialiste. Si partijës majtës demokratike, kërkohet që të njihemi sa më shpejt si till nga aleatët tanë natyrshëm evropian, duke theksuar që është tamam koha që të kërkojmë zyrtarisht dhe të bëjmë gjitha përpjekjet e mundshme për pranimin e Partisë Socialiste në Internacionalen Socialiste. Afati është mezi i shtatorit kur bëhet dhe Kongresi në Berlin. E pesta, një punë intensive dhe me përgjegjësi për të vendosur kontaktet dhe të krijuar aleancat me sindikatat e ndryshme. Mjaft më me qëndrime sektare. Kjo është sindikate Valer Xhekës, s'kam punë me të. Njerëzit e kaluan dehjen dhe ethet e fillimit. Tani do fillojnë të ndeshen me veprimet e qeverisë që u donte zëmra kundrejt problemeve të tyre. Duhet jemi sa më pranë këtyre organizatave. Duhet krijojmë dhe ne, të nxisim dhe ne krijimin e organizatave të tilla që i mbrojnë njerëzit, që i mbrojnë shtetasit, që i mbrojnë antarët dhe simpatizantët tanë nga spontaniteti i sotshëm apo përparimi i reformës nesër. Të nxisim krijim shoqatash të papunëve, që për mbrojtjen e të papunëve, për mbrojtjen e konsumatorëve. Krijim shoqatash të prodhuesve privat të fshatit që kooperojnë për një aktivitet apo për një tjetër, për shitjen apo për blerjen, për transportin apo për ndërtimin. Të marrim ne iniciativën për gjëra të tilla. Nuk është çështja të nxisim artificialisht turmat e njerëzve për të thënë, e shikoni, ata që u premtuan s'po i bëjnë gjë, por të jemi pranë tyre sa herë që u lind problemi për zgjidhur duke u ofruar zgjidhje reale të ndryshme nga ato që i cënojnë interesat e tyre dhe që u paraqiten nga qeveria apo nga instanca të tjera. Kjo luftë do bëhet në parlament, kjo luftë do bëhet dhe në bazë. Prandaj asnjë paragjykim. Sindikata të varura apo të pavarura, shoqata fetare apo të mbrojtjes bimëve janë vende konkrete ku jetojnë njerëz dhe ku duhet të jemi të pranishëm dhe ne. Në tërë gjerësinë e zgjidhjeve që përfshin dhe programin ynë politik apo social. Për këtë duhen shmangur dobësitë dhe ngatësitë në punën e gjithë partisë, të forumeve, të organizmave drejtues saj, sidomos duke u ndeshur dhe me vështirësitë objektive që ekzistojnë. Para së gjithash, duhet dhe mund të afrohej sindikata e lirë e naftës, apo sindikata e punonjësve të fermave në Shkodër, që përgjithsisht kanë qenë dhe janë më afër nesh dhe përbëjnë në masë elektorat tonin. Krahas kësaj, rëndësi ka dhe vendosja dhe forcimi i lidhjeve me organizata dhe shoqata jo politike, që janë jo të pakta dhe jo pa ndikim në jetën e vendit. Asnjë bashkëpunim dhe aleat i mundshëm nuk duhet nënvlerësuar, dhe asnjë formë bashkëpunimi nuk duhet fetishizuar. Mjafton të kemi kontakte të vazhdueshme, nga të cilat do të burojnë natyrshëm iniciativat që duhen marrë në shkallë lokale apo në shkallë kombëtare nëpërmjet parlamentit. Në fushën teorike, gjithashtu nevojiten përgatitje më serioze për të argumentuar teorikisht fizionomin e Partisë Socialiste, për rrënjosjen e saj në masën e gjerë të njerëzve me tiparet e alternativës së socializmit demokratik, si faktorit domosdoshëm që të përballohen me ballin lart dhe pa asnjë merak e vrasje ndërgjegje më, goditjet që mund të drejtohen eventualisht kundrejt pa aftësisë së forcave të reja në pushtet për të marrë me zgjidhjen e problemeve të akumuluara, që mund të orientoj përsëri vëmendjen ndaj nesh që ja këta s'na lënë, këta duhen goditur etj. Ne do t'i përgjigjemi pikërisht me alternativa më të mira për zgjidhjen e problemeve, nëse ata
nuk merren me to, po merren me ne. Për këtë ka vend të përmirësojnë rrënjësisht format dhe metodat e punës propagandimit materialeve themelore teorike të partisë. Ato që janë dhe që do të përmirësohen e shtohen nga ana jonë. T'i jepet përparësi shpjegimit të argumentuar të tipareve social-demokrate, socializmit demokratik, dhe të objektiveve tjera për cilat është angazhuar dhe lufton Partia Socialiste. Të bëhet e qartë për këdo se që bazë sociale ka dhe ku mbështetet Partia Socialiste, duke u pozicionuar mirë me synime të qarta dhe konkrete në mbrojtje dhe përzgjidhjen e interesave dhe problemeve që lidhen me to, të shtresave jo në përgjithësi, por konkretisht ky kolektiv apo ai, të punëtorëve, të fshatarëve, të intelektualëve, të rinisë, gruas, të moshuarve, invalidëve etj. Probleme lindin për ditë, zëra ngrihen për ditë, në formë peticionesh apo në shtyp. Ne duhet jemi sa më pranë njohjes dhe gatimit të këtij realiteti. Për t'i dhënë rrugdaljen ligjore, për t'i dhënë mbështetjen politike, për t'i ofruar, duke hyrë në debat të barabartë me të, një zgjidhje me synimin që rreth saj të grumbullohen sa më shumë njerëz. Pra, kjo është një punë konkrete dhe jo më qëndrimi global që tregon pa aftësi për të bërë këtë punë, që të çfaqemi në opinion si parti që shprehim dhe mbrojmë interesat e të gjithëve, e kujt do, e shtresave të paprivilegjuara në përgjithësi, që përfaqësojmë popullin, etj., sepse këto, një afishim i tillë do të vazhdojë të jetë tepër i dëmshëm dhe do të dëmtojë imazhin dhe identitetin e partisë. Me këtë nuk do të afrojmë, por do të largojmë njerëzit. Ne do të shumëzojmë në formët sa më të përshtatshme programi themelor dhe atë social të partisë, për të ndërtuar një punë sa më konkrete për njohjen dhe përqafimin e alternativave që ai përmban. Me specialistë fushave ndryshme, antarë dhe simpatizantë, do të organizojmë zbërthimin e ideve dhe zgjidhjeve bazë të këtyre programeve, sidomos të atyre që lidhin me realizimin me mekanizma konkret legjislativ dhe ekonomik të barazisë, të mbrojtjes sociale, të ekonomisë sociale të tregut, të shoqërisë civile, të kontrollit social mbi institucionet demokratike etj. Por këto materiale do të vihen në dispozicion të bazës edhe të bazës partisë, ku duhen konsumuar, përdorur me aktive të gjëra dhe me kontakte të tipit elektoral. Tashmë, kontakti i tipit elektoral duhet jetë i vazhdueshëm. Pra kontakti i hapur. Sigurisht partia po mendon dhe ka nevojë shpejt të aktivizojë mendimin shkencor sociologjik për studimin e opinioneve, për njohjen e disa dukurive të reja në jetën e partisë dhe në jetën e vendit, në raportet me njerëzit, në kushtet e pluralizmit, për vëmendarinë e partive të opozitës etj. Dhe për këto çështje do të organizojmë forma të ndryshme pune, deri dhe simpoziume, seminare, tavolina trumbullakta debati me specialistë, po dhe me njerëz të thjeshtë, tek të cilët realitetet thyen në mënyrën më praktike. Këto do të krijojnë mundësi jo vetëm për ne,